Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pas namazit të sabahut është koha më e mirë për dy gjëra. E para është përmendja Allahut dhu xhelal, dhikri i mëngjesit, të cilin Muhamedi sallallahu alaihi wasallam çdo ditë e bënte pas namazit sabahut, aty ku e falte sabahun, qëndronte, rrinte dhe e bënte dhikrin namazit fillimisht, pastaj edhe dhikrin e sabahut. Dhe qëndronte në xhami derisa linte dielli. E pas lindjes së diellit, çohej i falte 2 rekate namaz dhe thoshte: kush e fal namazin e sabahut me xhamat dhe rrin atje ku është fal, duke përmend Allahun e Madhreshëm derisa të lind dielli, dhe pastaj i fal 2 rekate namaz, e merr shpërblimin sikur të ketë bë haxh dhe umre të plot. Kjo është pjesa e parë e angazhimit. Pjesa e dytë, i gjë të kthehesh në shtrat, po dalish edhe të ecësh. Me të parën e mbushesh shpirtin tan me kënaqësi imanore. E mbushesh shpirtin tan me iman, e rritë atë dhe e forcove në zemrën tënde. Me të dytën del edhe i jep shëndet trupit tan, e mbush atë me fuqi fizike. Kështu që secili besimtar i cili e fal sabahun në xhami dhe bën dhikrin e mëngjesit dhe pastaj del edhe shfryzon bukuritë që i ka krijuar Allahu i Madhreshëm dhe shfryzon çdo cep të vendit të tij për të bërë lëvizje, për të ecë, për t'i bërë 5 kilometra, apo 7, apo 10, duke ecë, sigurisht se ai i siguron dhe garanton shëndet trupit tij. Andaj shifni programin që neve ne ka dhënë Allahu i Madhreshëm. Zgjohemi në mëngjes, e adhurojmë Allahun, e përmendim madhrinë e tij, kërkojmë mirësitë e tij dhe fitojmë shpërblimin prej tij, pastaj dalim dhe ecim, bëjmë aktivitet fizik me të cilin fitojmë shëndetin tonë. Andaj kemi nevojë vazhdimisht që t'ia kujtojmë njëri tjetrit këto gjëra dhe të mos i lëmë pas dore. Këtë kjo me synim për të fituar kënaqësinë e Allahut fillimisht, pastaj për t'ia ngritur cilëtetin e jetës sonë, dhe kështu që dështojmë mundësinë e fitimit shpërblimit nga Allahu subhanahu wa taala. Selame nga Vlora dhe bregu i Detit Adriatik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.